Papa Francesku doli të diel nga Spitali Gemelli Romës, ku ndodhej që nga data 14 shkurt dhe për 5 javë mjekua për pneumoni në të dy mushkrit. Para se të largohej nga spitali, u shfaq në balkonin e dhomës së tij një karrige me rrota ku përshëndeti turmën e besimtarëve të mbledhur para objektit shëndetësor. Me një zë të ulur dëshmi e situatës së vështirë që ka kaluar, fjalat e para që shqiptoi për besimtarët ishin: "Ju falenderoj të gjithëve." Grazie a tutti. Disa minuta pasi u rikthye në dhomën e tij, kreu 88 vjeçar i kishës katolike ndodhej në Fiatin e bardhë me të cilin zakonisht udhëton, që i shoqëruar nga automjete të tjera u largua nga spitali, por para se të shkonin në Vatikan u drejtuan Santa Maria Maggiores, kishën e preferuar të Atit të Shenjtë në Rom dhe ku ai ndalet zakonisht të lutet para dhe pas udhëtimeve. Ati të Shenjtë do t'i duhet të pushojë të paktën dhe 2 muaj të tjerë në banesën e tij Casa Santa Maria në Vatikan. Mjekët thonë se për shkak të moshës së thyer, trupi të tij do t'i duhet shumë kohë që të shërohet plotësisht. Shtrimi i fundit në spital nuk ishte e para sfidë e rëndë me të cilën është përballur shëndeti i Papës. Në vitin 2021, Papa ju nënshtrua një ndërhyrje kirurgjikale për divertikulit, një gjendje që prek traktin gastrointestinal, dhe në 2023 u operua për hernie në abdomen.